Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderoj, salavatet dhe selamet ja dërgoj profetit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, teleshikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin gjithmonë me ju. Lusë Allahun fuqiplot që të na bëjë dobi nga kjo të cilën do ta themi dhe të cilën do ta dëgjojmë. Jemi pra në emisionin ton komentimi i 50 haditheve të Imam Neveviut, kështu e kemi quajtur këtë seri të derseve. Jemi tek hadithi 23 me radhë, të cilën e transmeton Ebu Malik Esh'ariu radhiyallahu anhu, ku thot se kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Et-tuhuru shatrul iman", pastërtia është gjysma e imanit. "Walhamdulillahi tamla'ul mizan", fjala alhamdulillah, që do të thot falënderimi i takon Allahut, e mbush peshojën apo kandarin. "Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard", thot fjala subhanallah dhe alhamdulillah, që do të thonë në gjuhën shqipe, Allah është i pastër nga çdo emet dhe falëndrimi i takon atij, që të dyja këto apo secila veç e veç e mbushin zbrastin mes qiejve dhe tokës. "Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya", namazi, sadakaja dhe sabri janë drita të besimtarit. "Wal-Qur'anu hujjatun laka aw alayk", Kur'ani është argument për ty ose kundër teje. "Kullu an-nasi yaghdu", të gjithë njerëzit do të shkojnë. "Faba'i'un nafsahu", dhe do ta shesin veten e tyre. Do të thotë, janë shitës të vetvetes së tyre. "Famu'tiquha aw mubiquha", e dikush do ta fitoj lirin ose do ta shpëtoj veten, e dikush tjetër do ta robëroj veten e vet. Pra do ta liroj duke bërë sevape, do ta liroj nga robëria e xhenemit, e dikush tjetër do ta dënoj, do ta robëroj veten me robëri në zjarrin e xhenemit. Ky hadith është për haditheve më të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij. Kjo fjalë e Resulullahit në një transmetim tjetër po ashtu të sakt përmendet në vend të fjalës "was-sabru diya", sabri është dritë, përmendet fjala "was-siyamu diya", agjërimi është dritë. Mirë po, për faktin se shumica e transmetimeve të Imam Muslimit dhe në dorëshkrimet e librave të tij, po ashtu edhe në transmetimet e tjera tek dietarët e tjerë, pra në shumicën e tyre në vend të agjërimit përmendet sabri. Sabri është dritë. E kështu që transmetimi më i saktë është ai se sabri është dritë. Tani do ta komentojmë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shprehje për shprehje, apo këtë hadith fjalë për fjalë. "Et-tuhuru shatrul iman", fjala tuhur, të cilën unë e përktheva pastërti. Dietarët kanë dhënë disa mendime se me këtë pastërti çfarë është për qëllim. Mendimi i parë është ai se me këtë pastërti nënkuptohet largimin nga mëkatet. Argumentohen me fjalën Allahut subhanahu wa taala: "Innahum unasun yatatahharun", pra populli i Lutit tha për Lutin dhe familjen e tij apo vajzat e tij, ata janë njerëz të cilët pastrohen, pra janë të ndershëm nga dhe larg mëkateve. Pra, pastërti është largimi nga mëkatet, sipas këtij mendimi. Po ashtu argumentohen me fjalën Allahut: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin", Allahu i don njerëzit që pendohen dhe ata të cilët pastrohen nga mëkatet. Pra, sipas këtij mendimi, fjala tuhur, pastërti, është lënia dhe largimi prej mëkateve. Mendimi i dytë është ai i dietarëve, të cilët thonë se fjala pastërti është për qëllim marrja abdes. Pra, larja e disa pjesëve të caktuara të trupit para faljes së namazit, e cila është larje e obliguar,
për falje, por edhe në raste tjera është larje këtyre pjesëve, larje e arsyeshme ose larje vullnetare e cila ka shpërblim. Mendimi i tretë i dietarëve thonë se me fjalën pastërti është për qëllim pastrimi nga të gjitha papastërtitë, pra pastrimi me ujë. Ky mendim përkrahet edhe nga vetë Imam Muslimi dhe Nesaiu, ku Imam Muslimi, po ashtu edhe Nesaiu, edhe Ibn Majah, mos harroj ta përmendi, këtë hadith e përmendin në kapitullin e pastërtisë. Pra kur e cekin kapitullin e pastërtisë në librat e tyre të haditheve, ata e përmendin këtë hadith tek pastërtia, pra në përgjithësi pastërtia me ujë. Pra si abdesi, ashtu edhe gusli dhe çdo lloj pastërtie tjetër, larja duarve, larja këmbëve, e fytyrës, e dhëmbëve, e ku e diun çfarë. Pra, mendoj se këto mendime ose këto dilemat ulemave nuk janë në kundërshtim edhe njëra me tjetrën, aq sa njëri mendim të konsiderohet më i saktë se tjetri, nga se që të gjitha mund të them se kanë një çfarë baze në argumentet fetare, por ky i fundit është më i sakti, ai i cili është më gjithëpërfshirës, nga se pastërtia me ujë në të futet edhe gusli, edhe abdesi dhe çdo lloj larje tjetër. Shatr, at-tuhuru, pra pastërtia, shatrul iman. Fjala shatr, sipas mendimit më të saktë, është për qëllim gjysma. Edhe pse pati disa dietar që thanë se me fjalën shatr nuk është për qëllim gjysma, por është një pjesë. Pra pastërtia është pjesë e imanit. Por padyshim se argumentet si ato fetare, ashtu edhe të gjuhës arabe dhe të fjalorëve të kësaj gjuhe, me mbështesin faktin se fjala shatr do të thotë gjysmë, e jo vetëm pjesë. Nga se pastërtia është pjesë e imanit, në të thotë ajo mund të jetë pjesë e vogël apo e madhe. E me fjalën pastërtia është gjysma e imanit, nënkuptohet se ajo pra është pjesë e barabartë me gjysmën tjetër, ose janë të ndara për gjysmë. Fjala, do thotë, fjala apo para se dalim te fjala iman, argumentojnë ata që thonë se gjysma e imanit, thonë se abdesi ose gusli konsiderohet gjysma e fesë, gjysma e imanit, për faktin se njeriu pa abdes nuk mund të falë namaz, pa gusull nuk mund të falë namaz, pa gusull nuk është i qetë dhe nuk mund ta kryej thuajse shumicën e adhurimeve. Andaj edhe konsiderohet si gjysmë e adhurimit. E kjo e mbron këtë bindje se fjala shatr është gjysma, për qëllim gjysmë, e mbron edhe komenti i tretë apo fjala tjetër e dietarëve gjatë komentit të fjalës iman. Ku ata me fjalën pastërtia është gjysma e imanit, nuk thonë se me fjalën iman, që ne i përkthejmë në gjuhën shqipe besim, nuk thonë se është për qëllim besimi, pra besimin përgjithësi, por thonë se me fjalën iman, këtu kuptohet fjala namaz. Argumentojnë me ajetin e Allahut subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. E Allahu asesi nuk u humb namazin e juaj. Ky ajet përmendet në Kur'an atëherë kur sahabët ishin kthyer gjatë faljes ka Qabja. Fillimisht u falën 18 muaj, një vit e gjysmë, në drejtim të Beitul Maqdisit, të xhamisë së Aksas në Palestinë. E pastaj u kthyen disa sahab, pra para se të ktheheshin nga Mekja, vdiqën gjatë asaj kohe. E kur u kthyen pastaj ka Qabja, ka Mekka, disa monafik dhe jahudi filluan që të flisnin për namazin atyre besimtarve apo të shtinin në dyshim muslimanët duke thënë se shokët e juaj që janë falë në drejtim të Mesxhit Aksas, ata nuk kanë namaz, nuk ju pranohet namazi. E Allahu zbriti ajetin kuranor që të qetësoheshin besimtarët, edhe ju tha se Allahu nuk e humb namazin e juaj. Pra, ngado që janë falë, s'është më rëndësi është që kanë bërë namaz. Andaj, edhe bindja se me fjalën iman është për qëllim namazi,
është mendimi më i saktë në këtë çështje që na aludon se fjala shatër, gjysmë, pra pastërtia është gjysma e namazit, është mendimi më i saktë në këtë çështje. Pra kur themi pastërtia është gjysma e namazit, edhe logjikisht pranohet më lehtë. Pse? Sepse namazi nuk mund të bëhet pa pastërti. Namazi nuk mund të bëhet pa gusël, e as pa abdes. Kështu kjo nënkupton se përderisa duhet ta plotësosh kushtin e parë, pra abdesin, atëherë edhe ajo konsiderohet si gjysma e adhurimit që vije pas. Namazi nuk pranohet pa abdes, nuk pranohet pa pastërti. Andaj edhe kjo pastërti është gjysma e këtij namazi. Pashtu dietarët thonë se namazi është një prej adhurimeve përmes të cilave Allahu i fal mëkatet e mëdha. Ndërsa abdesi është prej adhurimeve përmes të cilit Allahu i fal mëkatet e vogla. Andaj edhe është gjysma e kësaj pune. Pra përmes namazit falen mëkatet e mëdha, e përmes abdesit mëkatet e vogla. E profeti sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të sakta, siç është hadithi i Uthmanit apo i Osmanit radhiyallahu anhu, ku pasi tregon formën e abdesit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në fund thot kush merr këtë abdes dhe i fal 2 rekat nafile namaz, Allahu do t'ja shlyej kaq e kaq apo kështu mëkatet. Hadith që shënohet tek Imam Buhariu dhe Muslimi. Pra kjo na jep të kuptojmë se abdesi ose pastërtia është gjysma e namazit nga fakti apo për faktin se pa abdes nuk plotësohet namazi, pa ashtu edhe abdesi fshin mëkatet e vogla ndërsa namazit të mëdha. Mirë po, disa dietarë thanë se nuk mund të jetë gjysma e namazit abdesi sepse vlera abdesit është shumë më e vogël se e namazit. Kjo është fakt, realitet. Mirë po, dietarët tjerë thonë se dy gjëra mund të mos janë në vlefshmëri, në kualitet, sa njëra dhe tjetra, mirë po mund të janë në ndarje të njëjta. Ata marrin argument një tokë, 1 hektarshe, edhe pastaj e ndajnë për gjysmë atë tokë. Thonë se kjo tokë është ndarë për gjysmë, mirë po nuk është patjetër që secila pjesë apo secila gjysmë ta ketë kvalitetin e njëjtë sikurse të tjetrës. Njëra mund të jetë e mbushur me gur, ndërsa tjetra mund të jetë e mbushur me ari. Kështu thonë edhe për gjysmën e pastërtisë, domethënë gjysma e namazit është pastërtia. Nga se edhe pse namazi dhe pastërtia kanë dallim në vlerë, se namazi ka vlerë më të madhe, por prap pastërtia është gjysma e tij, edhe pse shpërblimin e ka më të vogël, por ekziston si gjysmë e këtij adhurimi, pra e namazit, karshi Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Nuk kujdeset për marrjen e abdesit vetëse besimtarët. Gjithashtu e dim ne se namazi apo nuk kujdeset për namazin vetëse muslimanët. Kështu kjo në argumenton se secila është ndarë pra në gjysmë. Gjysma e vlerës se besimtarit është tek abdesi, gjysma tjetër tek namazi. Gjithashtu, në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të transmetuar tek Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu nga Xhabiri radhiyallahu anhu me senet të mirë, përmendet se namazi është çelësi i xhenetit, ndërsa abdesi është çelësi i namazit. Pra, çush është çelës i xhenetit namazi, abdesi është çelësi i namazit. Që e me kuptu se paraprakisht duhesh me pas abdes, pastaj abdesi me ta çel derën për namaz. E kur ta bën namazin si duhet, namazi ta çel derën për xhenet. Kështu nga ky aspekt, pra, mendimi i atyre dietarëve që thonë se fjala shatër, gjysmë, është i saktë. Pra abdesi ose pastërtia është gjysma e namazit. Fjala tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamla'ul mizan. Fjala alhamdulillah thot e mbush peshojën apo e mbush kanarin. Ndërsa fjala subhanallah walhamdulillah, subhanallah, që në gjuhën shqipe do të thot
Allahu është i pastër nga çdo emet. Edhe fjala alhamdulillah, falënderimi i takon apo i qoftë Allahut, thotë që të dyja e mbushin zbrastin mes qiejve dhe tokës. Kështu, që të dyja. Mirë po, transmetuesi pasi dyshon në gjatë transmetimit të tij, thotë që të dyja mbushin zbrastin mes qiellit dhe tokës, apo thotë se cilla prej tyre mbush zbrastin mes qiellit dhe tokës. Pra, ka dyshuar transmetuesi. Nuk është ky dyshim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë. Para se dalim te komentimi i kësaj, këtu do të thotë në këtë hadith u përmendet fjala subhanallah edhe fjala alhamdulillah. Ndërsa në disa hadithe përmenden vlera shumë të fjalës Allahu Akbar edhe të fjalës la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la apo la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Pra subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah wallahu akbar apo Allahu akbar. Në këto 4 dhikre përmendje të Zotit ka vërtet shpërblim të madh. Dhe fjala subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dhe la ilaha illa Allah përmenden edhe pas çdo namazi farz. Pra besimtari pasi ta fal farzin, ndër lutjet e tjera që duhet i bëj është edhe 33 herë të thotë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, pastaj ta plotësoj të 100 herë me fjalën la ilaha illa Allah. Po ashtu edhe kur bie për të fjet, gjithashtu edhe në raste tjera në dhikre apo në përmendje dhe madhrim të Allahut të përgjithshëm, besimtari duhet të mos i pushoj goja nga këto fjalë. Përmendet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra se apo hadithet aludojnë se fjala alhamdulillah e mbush peshojën. E ne e dim se Allahu xhalleshanuhu apo prej akides tonë është të besojmë se Allahu në ditën e gjykimit do ta vendos kanarin, peshojën. E ky kandar do t'i peshojë në njërin anë punët e mira e në anën tjetër punët e këqija. Disa dietar kur thonë se fjala alhamdulillah e mbush peshojën, ata thonë se pejgamberi në mënyrë alegorike ka dashur të na jep të kuptojmë apo e ka tregu, e ka personifiku si një trup, si një objekt, fjalën alhamdulillah, e cila po të vendosen peshoj, do ta mbushte. Por, mendimi më i saktë është ai se fjala alhamdulillah, vërtet apo shpërblimet në përgjithësi Allahu do t'i personifikoj, do t'i bëj trupa, të cilët vërtet do t'i vendos në peshoj ditën e gjykimit. Ky mendim pra ka shumë argumente për faktin se në disa transmetime përmendet se Allahu xhalleshanu ditën e gjykimit të gjitha punët e bijve si të mirat ashtu edhe të këqijat do t'i bëj trupa dhe do t'i vendosë në peshoj. Po ashtu përmendet në hadithe të sakta se do të vjen Kurani si trup ku do t'i prin surja Bekare dhe Ali Imran Kuranit. Do të vinte të robi të njeriu i cili ka lexuar Kur'an. Gjithashtu përmendet në hadithe të sakta se në varr besimtarit punët e mira do t'i vinë në formën më të bukur të një insani, të një njeriu të bukur, ndërsa njeriu çafir do t'i personifikohet në formën e personit më të keq. Gjithashtu, ceket se fjala subhanallahi wa bihamdihi dhe fjala subhanallahi al-azim, po ashtu do t'janë të rana në kanar ditën e gjykimit. Pra, të gjithë këto argumente na japin të kuptojmë se fjala e mbush peshojën nuk është vetëm se ka më bën formë vetëm në mënyrë alegorike ka ardhur fjala alhamdulillah në këtë hadith, por vërtet do të bëhet si trup i caktuar, si krijesë e caktuar alhamdulillahi, fjala alhamdulillah edhe do ta peshoj kanarin e muslimanit. Fjala tjetër e pejgamberit subhanallahi walhamdulillah, pra që të dyja këto fjalë, tham se transmetuesi ka dyshim. A ka thonë pejgamberit të dyja do ta mbushin zbrastin mes qiellit dhe tokës, apo secilla në vete do ta mbush. Këto do ta kem parasysh fillimisht se fjala alhamdulillah edhe vetëm e mbush peshojën, zbrastin, zbrastin, jo peshojën, se peshojën veç e përmendëm, zbrastin mes qiellit dhe tokës. Cili është argumenti se ajo do ta mbush
zbrasin mes qiellit dhe tokës, apo mes qiejve dhe tokës, 7 palë qiej, është fakti se ulemat thonë që peshoja është ma madhe se qiejt dhe toka. Edhe çka kanë ta? Peshoja, kandari, është më i madh. Edhe ditën e gjykimit edhe qielli 7 palë qiejt, edhe toka do të vendosen peshoj. E në anën tjetër, fjala la ilaha illallah. A det ky i sakt? Ku fjala la ilaha illallah do ta peshoj këta. Pra qiejt dhe tokën. Kjo ne të kuptojmë se peshoja është më e madhe se qiejt dhe toka. E përderisa fjala alhamdulillah po e mbush, siç thamë më herët, këtë peshoj. Atëherë, si mos ta mbush zbrastin mes qiellit dhe tokës? Kur thamë se mrena në peshoj do të mund të hyj qiejt dhe toka, dhe çka kanë ta? E përderisa do më thonë këta po i nxan peshoja, e fjala la ilaha illallah po e mbush peshojen, fjala subhanallah, më falni alhamdulillah, po e mbush peshojën, atëherë kjo ne kuptojmë se përderisa po mund ta mbush peshojën, mund edhe ta mbush zbrastin mes qiejve dhe tokës. Por është dyshimit e fjala subhanallah, a e mbush zbrastin vetëm në mes qiejve dhe tokës. Mendimi i parë i ulemave është ai se e mbush edhe vetëm fjala subhanallah. Ndërsa mendimi i dytë thonë se nuk e mbush vetëm fjala subhanallah, zbrastin mes qiejve dhe tokës. Këta argumentojnë me faktin se ku është përmend fjala subhanallah, patjetër është bashkangjit fjala hamd, falënderim, ose është bashku me një emër prej emrave të bukur të Allahut. Sepse e vetme fjala subhanallah është më e dobët se fjala alhamdulillah. Pse? Për arsye se me fjalën subhanallah, Allahut ja mohojmë çdo mangësi. Ndërsa me fjalën alhamdulillah, ja pohojmë çdo mirësi, çdo vlerë. Fillimisht falënderimin e pastaj edhe tjerat mrapa. Thonë dietarët se të mohosh një të keqe, një mangësi prej Allahut, nuk është si të pohosh një mirësi për ta. Pse? Për arsye se gjatë mohimit të një mangësie, ti nuk ke pohu një vlerë, veç ke mohu. Ndërsa gjatë pohimit të një vlere, mohohet mangësia. Për shembull, nëse thua Muhamedi nuk është nxënës i keq, ti nuk ke pohu se ai edhe është i mirë, pra mund të jetë mesatar. Ndërsa po thua Muhamedi është nxënës i mirë apo i shkëlqyer, ti përveç që ke pohu një vlerë për Muhamedin, në anën tjetër edhe ke mohu se ai është nxënës i keq. Pra, edhe fjala subhanallah, Allah është i pastër nga çdo mangësi, është mohim i çdo të keqe. Por në anën tjetër nuk është pohim i çdo vlere. Kështu fjala alhamdulillah pohon çdo vlerë të Allahut dhe është më e madhe. Andaj edhe për këtë arsye, siç thash, fjala subhanallah bashkohet zakonisht në për dhikre, në për përmendje, ose me fjalën hamd, falënderim, ose me ndonjë emër të Allahut. Për shembull, kur thua disa hadithe përmendet fjala subhanallahi wa bihamdihi. Në disa tjera subhanallah walhamdulillah. Në disa të tjera subhanallahil azim. Në disa tjera subhanallahil karim. E kështu me radhë. Pra kur bashkohet ajo, pse bashkohet me këto emra? Për ta ngrit vlerën e fjalës subhanallah sa më lart. Andaj nga ky mendim kuptojmë se fjala subhanallah është vërtet më e ulët në peshoj se sa fjala alhamdulillah. Sa i përket fjalës Allahu Ekber, përmendet në një hadith të Abu Hurairës radhiyallahu anhu se ajo, fjala për Allahu Ekber, e mbush zbrastin mes qiejve dhe tokës e vetme. Kurse fjala Allahu Ekber dhe fjala la ilaha illallah apo fjala la ilaha illallah wallahu Ekber, ajo vërtet e ka një vlerë të madhe, e mbush zbrastin mes qiejve dhe tokës dhe përmendet tek Imam Tirmidhiu nga Abu Huraira, se thot kush e thot fjalën la ilaha illallah
i sinqert apo me sinqeritet nga zemra ati personi apo asoj fjale do t'i hapen të gjitha dyert e qiellit dhe nuk do të ndalet ajo fjalë së fluturuari deri kur të arrijë tek arshi Allahu xhelle shanuhu. Andaj, pra fjala la ilaha illallah, fjala Allahu akbar ka një vlerë të veçantë, të cilën duhet ta ketë parasysh muslimani dhe ta bëjë dhikr Allahun xhelle shanuhu me fjalë të tilla. Fjala tjetër e Resulullah sallallahu alaihi wasallam: "Es-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya." Namazi është dritë, sadakaja është rreze. Sikur se dielli që rrezatan, sadakaja është e tillë. Was-sabru diya. Sabri është po ashtu dritë. Tash do t'i komentoj secilën dal nga dal. Fillimisht, para komentit, do të kisha cek se të trijat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmend me fjalën dritë. Domthon qesin në dritë edhe në selamet këto tri gjëra. Namazi është dritë për muslimanin në këtë botë, në varr, në ditën e gjykimit, në orën e siratit, deri në xhenet. Pra ai njeri që bën namaz, ai çdo kund e ka dritë. Përmendet në për disa fjalë të urta, të cilat edhe shkojnë deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por nuk janë atë sakta prej tij, ku thuhet se es-salatu nurul mu'min. Namazi është dritë për besimtarin. Edhe ne e dim sakt se pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam e kishte traditë ta përmendte fjalën e tij ju'ilat qurratu 'aini fi s-salah. Hadith që shënon Ahmedi dhe Nesaiu, ku thotë se qetësia e shpirtit tim, perla e syrit tim, kënaqësia e jetës time është në namaz. Dhe vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çdo breng që e ndjente, për çdo fatkeqësi që i ndodhte, për çdo mërzi që e kaplante, futej në namaz dhe e gjente qetësinë për shpirtin e vet dhe largim për çdo breng të tij, e kishte pra dhe e gjente vetëm te namazi. Kështu, nëse besimtari falet në këtë botë, do të ketë qetësi shpirtërore, do të jetë sa më larg harameve, sepse namazet janë të shpeshta, dhe kjo është një prej urtësive pse Allahu i ka bërë kaq shpesh, që njeriu të inspirohet, njeriu të ushqehet shpirtërisht, dhe duke qenë sa më shpesh në kontakt me Zotin, të jetë sa më pak në kontakte me të këqijat, qofshin ato harame, apo bidate ose njerëz jo të ndershëm. Po ashtu edhe në varr, përmendet në për hadithe se namazi është prej punëve më të mëdha të cilat do t'i bëjnë dritë në varr, edhe në ditën e gjykimit, e sidomos në orën e siratit, ku namazi do të prijë për besimtarin, duke ja bërë dritë orën e siratit ku do ta sheh, edhe do të jetë i sigurt gjatë ecjes mbi atë orë, e cila vërtet është e gjatë. Përmend nga Abu Dardai radhiyallahu anhu, i cili në një urtësi të tij thot: "Sallu rak'ataini fi dhulmati al-layli li dhulmati al-qabr." Falni spaku 2 rekat në terrin e natës për terrin e varrit. Do të thotë se ai i cili falet natën kur të tjerët janë duke fjetë, ai namazi i tij do të jetë dritë për terrin e natës së varrit. Kështu pra, kuptojmë se namazi është dritë, nur për besimtarin në këtë botë dhe në botën tjetër. E fjalën nur, dietarët e komentojnë jo vetëm si dritë, por dritë shkëlqyese, vezulluese, e cila shoqërohet me ftohtësi. Pra, nuk ka nxehtë në ta, nuk lëshon nxehtë, nuk djeg, pra nuk ka mundësi namazi, drita e tij të bëjnë ndonjë dëm, të nxej apo të djeg, përkundrazi ajo është vetëm qetësi dhe kënaqësi. E fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu burhan, sadakaja është rreze, si rrezja e diellit. Pra burhan quhet çdo rreze e cila lind apo del prej diellit, reflektohet ose lëshohet në fytyrë të tokës apo pa marrë parasysh në galaktik, në gjithësi. Edhe
është domethënë aq e madhe, aq e ndritshme dhe e pandalshme, e pamohueshme, sa askush nuk mund ta ndalë me asgjë. S'mund ta ndalish dritën e diellit apo rrezet e tija me dorë. As me ndonjë gjë tjetër. Dhe për këtë arsye, argumentet e sakta të fuqishme, cilat nuk mund t'i ndalë askush, në gjuhën arabe ndryshe quhen edhe burhan. Për argumentet sakta, sikurse rrezet e diellit, që s'mund t'i ndalë. Ashtu siç nuk mund t'i ndalë rrezet askush, s'mund t'i ndalë edhe argumentet apo t'i mohoj argumentet e sakta të Allahut, edhe për këtë arsye edhe këto argumente quhen burhan. Burhan. Sadakaja është sikurse rrezja e diellit. Ulemat thonë se rrezet e diellit bëjnë shumë dobi. E këtë e dim edhe në aspektin shkencor, atë të mjekësisë, se sa dobi bën rrezja e diellit si për natyrën, për qiellin, për tokën, për njeriun, për bimët, për pemët dhe për shëndetin, për çdo gjë. Pra ajo reflekton, nxe, kënaq, rrit, zhvillon çdo të mirë dhe ndalon çdo të keqe. Kështu është edhe sadakaja. Është e mirë për çdo kënd. Sadakaja, siç është e mirë për atë që jep, është e mirë edhe për atë që e merr. Pra i bën dobi atij që e ka marr, atë sadaka, por më shumë i bën dobi atij që e ka dhënë. Edhe dielli, kur liron energjinë e tij, ai lirohet edhe qetësohet padyshim më shumë, nga se ka liru. Por siç i ka bërë dobi vetes dielli, ju bën dobi edhe të tjerëve. Kështu, pra e liron një zjarr nga vetvetja, ky diell, ashtu edhe besimtari e liron nga vetvetja përmes së sadakaje një zjarr apo një të keqe, një vështirësi, ku përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sadakaja e zhduk, e shym, e fik hidhrimin e Allahut ndaj robit. Pra, nëse Allah është i dhënuar me ty diçka, e ti jep sadaka, Allahu e zhduk apo e largon prej vetvetes vet atë hidhrim që ka pas ndaj teje. Sadakaja përmendën ulemat se është shkak që njeriu ta fitojë xhenetin. Po ashtu është shkak që edhe t'ja largoj besimtarit çdo telashe, çdo sprovë dhe të keqe. Përmendet se sadakaja apo është sebeb, Allahu e bën sadakan shkak që t'i largoj edhe të këqija të cilat Allahu ndoshta t'i ka caktuar. Nëse është shkruar për ty diçka që të ndodh një keqe, nëse jep sadaka, atëherë Allahu xhalleshanuhu për hir të asaj sadakaje ta largon atë keqe, trun prej saj, edhe nëse të ndodh trun. Pra, ndodh e keqja mirë, por nuk dëmtohesh prej saj. Mund të ndodh edhe të bësh ndonjë aksident, por shpëton pa kurfar lëndimesh. Kështu ta kem parasysh pra se besimtari duhet të jap sadaka. Sadakaja reflekton në të gjitha anët. Sadaka nuk mund ta ndal apo përfitimin prej saj s'mund ta ndal asnjë njeri. Sadaka nuk do të thotë të japësh vetëm para, por të japësh dhe të ndihmosh me të gjitha mundësiat e tua. Mund edhe t'ja japësh një fjalë të butë, një fjalë të mirë, një këshill, një edukat, një udhëzim dikujt. Mund t'i japësh edhe të holla, mund t'i jap edhe ushqim. E sadakaja më e vogël është që nëse s'mund t'i bën mirë të tjerëve, bile mos ju bën keq. Le të jenë sigurt të tjerët nga të këqijat e tua. Kjo është edhe një prej llojeve të sadakas. Sabri po ashtu është dritë. O sabru dëja. Sabri është dritë, por fjala dëja e gjuhës arabe, në gjuhën shqipe nëse përkthehet kuptohet se me të është për qëllim drita e cila reflektohet të tjerët, por me këtë dritë lëshohet edhe një lloj nxehtësie. Subhanallah. Subhanallah sa i përpiket Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Ku subhanallah nëse i marrim dhe i kqyrim këto fjalë, si namazi është dritë, sadakaja është si rrezja e diellit, sabri po ashtu është dritë që lëshon bashkë me të edhe një çfarë nxehtësie. Të gjitha kur i analizojmë, shohim se kanë kuptimin e posaçëm. Ka mundur që të thotë për të trijat,
namazi, sadakaja, edhe sabri, të gjitha janë nur. Por për secilin ka veçu shprehje të caktuar çfarë lloj drite është. E kur ka thënë për sabrin, është dritë dhia. Dhia do të thotë dritë e cila bashkë me të lëshohet edhe një lloj nxehtësie. E nëse ndalemi dhe analizojmë në jetën praktike, shohim se njeriu i cili bën sabër në fatkeqësi të ndryshme, ai vërtet do t'i arrijë dritë e madhe. Por mos harrojmë një gjë. Ndodh që gjatë momenteve të sabrit ta ndjej ai një nxehtësi në vete, të digjet pak, dëvuj pak. Por mos harroj se në momentin që ka bë sabër, edhe ka dalë kjo dritë prej tij, nxehtësia asaj drite do të kaloj te tjetri, te ai që i ka bërë zullum ose i ka bërë të keqe. Pra do të lirohet prej tij, edhe pse fillimisht mund ta ndjej një djegje, një nxehtësi në vete, por lirohet edhe shkon te ai tjetri. Pa marrë parasysh kush është ai? Kush bën sabër? Duron për hir të Allahut. I te i kalon sprovat me sabër, do të lirohet ajo nxehtësi, edhe pse ndoshta pak do të digjet. Por do të lirohet dhe do të shkojë te tjetri, edhe do ta djegë tjetrën. Sikurse rrezet e diellit që e djegin apo i djegin gjërat, ose i nxehin ato. Fjala sabër në kuptimin gjuhësor të saj do të thotë bllokim, burgosje, ndalje, që do të thotë njeriu ta ndal vetveten nga çdo gjë e pahishme, çdo gjë e pakontrolluar në momentin që i ndodh atij një e keqe, një fatkeqësi, një telashe, një problem. Kështu që njeriu duhet ta ndal vetveten në çdo situatë dhe të bëj sabër. Lutem Allahun të na bëjë të gjithëve durimtar. Sabri ka shumë lloje, por në këtë tekst përmenden 3 më kryesorët. E para, të bësh sabër për të adhuruar Allahun. E dyta, të bësh sabër për të larguar nga haramet e Allahut. Dhe e treta, të bësh sabër në caktimin e Zotit. E të gjitha këto, të 3 llojet e sabrit, përmenden apo vlejnë dhe ceken apo përjetohen tek agjerimi. Ku përmendin dietarët se njeriu që agjeron bën sabër për të adhuruar Allahun. Pashtu bën sabër për të larguar nga ndalesat e Zotit, sepse gjatë agjerimit i kitë të ndaluara dhe duhet me bën sabër nga ushqimi, nga pija dhe nga disa gjëra tjera. Dhe e treta, bën sabër ndaj caktimit të Zotit. Çfarë është caktimi i Zotit? Caktimi i Zotit është që gjatë agjerimit mos hamet, mos pim. Ky është caktimi i Zotit. Kështu e ka caktuar në Ramazan apo në agjerim. Andaj edhe duke u ndal nga këto gjëra, ti ke bën sabër në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Kështu do të thotë, këto 3 lloje të sabrit përjetohen gjatë agjerimit. El-Kur'anu hujjatun laka aw alejk. Kurani është argument për ty apo kundër teje. Pra Kurani është fjala e Allahut e zbritur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmes melekut Xhibril, i cili është shkruar dhe është ruajtur në mushafe, dhe është fjala e Allahut prej surës Fatiha deri tek surja Nas, dhe përbëhet prej 114 sureve të tëra. Do të thotë, kjo fjala e Allahut është kushtetut për çdo besimtar, të cilën Zoti e zbriti dhe nuk ndryshoi as edhe një shkronjë apo as edhe një presje, nëse mund të them. Kur'anin Allahu nuk e zbriti vetëm për të zbukuruar muret, shtëpitë, dhomat apo vitrinat tona. Ata e zbriti për ta medituar, për ta lexuar, për të mësuar dhe për të punuar sipas tij. Pra zbriti për adhurim. E njerëzit mund ta kenë Kur'anin argument për ta apo kundër tyre. Kështu do të thotë, duhet të ketë kujdes çdo besimtar që Kur'anin të mos e bëj argument kundër vetes së tij. Përmendet në disa fjalë të dietarëve, përmendet në Kur'an, më falni,
Fjala Allahu subhanahu wa ta'ala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. E cila në gjuhën shqipe do të thotë, e ne zbresim prej Kuranit atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. E kjo, pra ky Kuran dhe këto ajete të zbritura nuk janë për qafirët dhe nuk ju shtojnë atyre asgjë vetëse devijim, vetëse mërzi dhe humbje nga rruga Allahu xhalla shanuhu. Pra Kurani është argument për besimtarët, për ata të cilët punojnë me Kur'an dhe është kundër argument për ata të cilët e kundërshtojnë fjalën e Allahut. Thot një dietar i selefit, nuk është ul dikush për të lexuar Kur'an e të jetë ngritur nga i vend ashtu i njëjtë siç është ul, ose do të ngritet me shpërblim ose me mëkat. Ngritet me shpërblim ai i cili lexon dhe e praktikon Kur'anin, dhe e beson ata, ndërsa ngritet me mëkat ai i cili e lexon Kur'anin dhe e kundërshton apo nuk e beson fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam argumenton se i cili argumenton se Kur'ani është argument fakt për ty ose kundër teje, është edhe fjala e pejgamberit e cila apo në të cilën ai thot: në ditën e gjykimit, Kur'ani do të vijë në formën e njerëzit dhe do të ankohet Allahu xhalla shanuhu për njeriun i cili e ka bartë atë Kur'an, pra për muslimanin i cili e ka lexuar apo ka mësuar diçka prej tij ose të tërin përmendsh e pastaj nuk ka punuar me të, duke ju bërë armik këtij personi dhe duke i thënë: o Zot, më ke lënë mua te filani, më ka bartë filani. Mirë po, ai i ka tejkalu të gjitha kufit e mi. Ai nuk ka punu sipas farzeve që unë e kam obligu, apo kanë qenë të shkruara tek unë, dhe i ka bërë të gjitha mëkatet të cilat unë e kam ndalu prej tyre. E vazhdon duke e kundërshtu dhe duke sjell argumente kundër atij muslimani që e ka bartë Kur'anin, që e ka mësu, apo e ka lexu dhe s'ka punu me të, derisa Allahu xhalla shanu t'i thot: merre këtë njeri, pra i thot Kur'anit, merre këtë zotrin dhe çfarë çoje ku dushti. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e merr Kur'ani këtë person dhe e çon drejt duke ka përdore e drejtën e xhehenam. Ndërsa besimtari i cili e ka lexu dhe ka punu me Kur'an, do të vijë Kur'ani në formë të njeriut dhe para këtij zotriu do t'i thotë Allahut: o Zot, ky njeri që më ka bartë, më ka lexuar, i ka kryer obligimet që e kam mësu, i ka kryer farzet dhe është ndalë prej harameve, e kam lënë pa gjumë duke më lexuar. Atëherë Allahu i thotë: bën çfarë të duash me të, e ky person e merr, apo Kurani e merr këtë person dhe e ka përdore derisa ta çojë në xhennet dhe i jep atij rroba prej diamanti, i vendos një kuror të mbretërve në kokën e tij, po ashtu i ambush gotat me alkool apo me raki të xhenetit. Pra, ky hadith i shënuar tek Imam Buhariu në librin jo në Sahihun e tij, por në një libër tjetër, Khalq Ef'al al-Ibad, përmendet ky hadith, i cili konsiderohet edhe prej haditheve të mira, spaku të mira, do të thotë hasan, në këtë çështje. Andaj besimtarët duhet të kenë kujdes që Kur'anin, edhe kur ta lexojnë, por edhe kur ta mësojnë përmendsh, që të punojnë sipas Kur'anit, nga se nuk është adhurim në vete edhe aq i çmuar leximi dhe mësimi i tij nëse nuk praktikohet, nëse kundërshtohet ose nëse nuk punohet me ta. Por adhurimi vërtet dhe i plotësuar është atëherë kur lexohet, kuptohet, mbahet mend edhe punohet me ta. Andaj, të mos e bëjmë Kur'anin argument kundër nesh, por ta bëjmë argument për neve. Dhe fjala e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith: kullu nasi yaqdu. Të gjithë njerëzit do të shkojnë. Është për qëllim se do të largohen nga kjo botë, do ta lënë dunjan, kanë për të vdekur patjetër. Fabai'un nafsuhu. Të gjithë do ta shesin veten e vet. Pra, do ta shesësh për xhenet ose do ta shesësh për xhehenam. E thot: famu'tiquha, ka prej tyre që do ta lirojnë veten nga zjarri i xhehenamit.
Pra, me adhurime, do ta blejnë veten e tyre me shpërblime. Edhe ka të tjerë të cilët famubiquha, do ta robrojnë veten për epshe dhe për zjarr të xhehenamit. Kështu që të gjithë do të shkojmë nga kjo botë në botën tjetër. Askush të mos mendoj se do të qëndroj në këtë botë për gjithmonë. E pasi patjetër do të vdesësh, patjetër do ta kesh fundin në xhenet ose në xhehenam, pse nuk e zgjedh xhenetin të jetë vend qetësia jote, vend i ardhmërisë tënde? Pse nuk mundohesh që ta ndreqësh që në këtë botë vend banimin tënd për botën tjetër? Andaj, le ta di se çdo kush është shkaktar për shkatërimin e vetes së vet ose për kënaqësinë e vetes së tij. Nëse Allahu dikë e çon në xhehenam, askënd mos ta akuzoj pos vetes së tij. Por edhe nga askush mos të pres që të bëhet shkaktar për të çuar ty në xhenet, përveç vetja jote, punët e tua pas mëshirës së Allahut. Allahu subhanahu wa taala përmend në shumë ajete në Kur'an se ka besimtarë të cilët e blejnë veten e tyre nga Allahu me çfarë? Me punët e veta, me sadakan e vet, me luftën të cilën e bëjnë në rrugën e Allahut. Inna Allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Thot Allahu, Zoti e ka bler prej besimtarve veten dhe pasurinë e tyre me çfarë? Me çka? Me xhenet. Andaj duhet që Allahu t'i japësh çdo gjë nga vetja dhe pasuria jote, vetëm e vetëm që ta fitosh xhenetin e tij. E xheneti nuk fitohet me asgjë tjetër vetëse me gjën më të vlefshme, pra me vetveten tënde. Shite veten, shitja veten Allahut, jo epsheve tua. Shitja veten për xhenet, mos e shit veten shejtanit e fundi të jetë zjarri i xhehenamit. Shumë prej dietarëve të selefit përmendet se e kanë bler veten e tyre me para. Si? Disa prej tyre e kanë shikuar se sa është shpërblimi, dëm shpërblimi i njeriut të cilin e mbyt. Nëse është 100 deve, ata, pra nëse e ke mbyt dikënd, edhe është detyrë që t'ja japësh familjes të mbyturit 100 deve, dhe kështu ta shpaguash atë gjak, ata ka pas raste që i kanë dhënë fi sebilillah për hir të Allahut sadaka 100 deve. Dhe kanë thënë, unë po dua ta blej veten time gjakun tim prej Allahut përmes kësaj sadakaje e mos të më çoj Allahu në xhehenam. Pra kanë blej veten që mos t'i dënoj Allahu me xhehenam. Pati prej tyre që e kanë vendos veten e tyre në peshojnë kanar, edhe sa ka peshu, aq ka dhanë sadaka nga ari ose argjendi. Ceket prej Habib ibn Kabit, apo prej Khalid ibn Tahanit, më falni, se 3 herë e ka peshu veten e tij gjatë tërë jetës, edhe sa ka qenë kjo gramazh apo kilogram të tia, aq edhe ka dhënë sadaka nga argjendi. Nëse ka pas 70 kg, 3 herë nga 70 kg ka dhënë sadaka prej parave apo monedhave të argjendit. Ka pas të tjerë të cilët me tërë pasurinë që e kanë pas, e kanë ble vetveten, pra kanë dhënë pasurinë që të gjithën. E përmendet disa të tjerë se gjithmonë qanin dhe e kishin gajle, sa do të shkojnë në xhenet apo në xhehenam. Ato janë duke punuar për botën tjetër, apo vetëm janë harruar në lezetet e kësaj dunjaje. Kishte prej tyre që qanin dhe thonin, i miri unë, që nuk e di se a jam duke punuar për xhenet apo për xhehenam. E kur pyetej, pse po qanë dhe po ban këtë gajle, thonin se për arsye se kam vetëm një shpirt. E nëse më merret ky shpirt, nuk do të më jepet mundësia që të kthehem në dunja dhe ta përmirësoj gabimin që e kam bërë. E po ti kisha 2 shpirta, edhe nëse do të gaboja me të parin dhe ta meritoja xhehenamin, do të përmirësosha pasi të më jepej shpirti i dytë. Por pasi nuk ekziston një mundësi e tillë, thonin e kam veten në frigë, në stres, se ku do të më dërgoj Allahu xhalleshanuhu, në xhenet apo në xhehenam. Po ashtu,
Përmendet nga Muhammed ibn Hanafia, Allahu e mëshiroft, I cili thot, Allahu xhallashanuhu e ka bërë xhenetin shpërblim për veten e juaj. Andaj, veten mos e shitni për diçka tjetër, për dunja, për para, për gra, për epshe, për makinë, për shtëpi, për tokë, për karrika apo për pasuri. Por shiteni vetëm për ata që Allahu ju ka kriju. Pra Allahu na krijoi për xhenet. Na krijoi që të punojmë dhe të mundohemi maksimalisht që vetëm atë të arrijmë. Kështu mos e shit xhenetin për gjërat të dunjas, mos e shit veten për kënaqësitë kësaj bote, por shite vetëm për atë që je krijuar, pra për xhenetin. Ky, të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra besimtar, është një koment I shkurt I këtij hadithi madhështor të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të shënuar tek Imam Muslimi. Pra përmendëm në të shumë gjëra, për atyre ishin edhe dhikri, për atyre pra dhikri, fjala subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Gjithashtu të cekëm se sabri çfarë vlere ka, sadakaja dhe namazi. Po ashtu e kuptuam se Kurani ka vërtet një rëndësi të madhe dhe është argument për apo kundër besimtarit, dhe në fund e kuptuam se njeriu do të shkojnë nga kjo botë patjetër, sepse nuk është krijuar për të, është krijuar për botën tjetër. Andaj, le të ketë kujdes ku po ja bën vetes vendin, në xhenet apo në xhehenem. A thua, do ta fitoj me punët e tia edhe pas rahmetit të Allahut, xhenetin apo xhehenemin? Dhe ki kujdes vëlla, të këshilloj ty, veten time dhe gjithë besimtarët që ta blejmë me veten tonë xhenetin e mos ta shesim veten tonë për gjëra tjera. Lutë Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na I falë mëkatet dhe deri në komentin e hadithit tjetër, në komentin e hadithit numër 24, ju lë në mbrojtjen e Allahut fuqiplot.